Shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin 21 Live News, në fillim të cilit të japim disa lajme shkurt. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci në margjina të konferencës së sigurisë në Myne e ka takuar drejtorin ekzekutiv të njësitit për automjete taktike ushtarake të kompanisë gjermane Mercedes. Ai ka thënë se me këtë kompani Kosova vitin e kaluar ka realizuar kontratë 3 vjeçare për furnizim me automjete të tilla të cilat i ka cilësuar si ndër më të njohurat në inventarin e ushtrive. Maqedonci po ashtu tha se ka pasur takime edhe me homologët nga Shqipëria e Kroacia për Aleancën Ushtarake Kosovë-Shqipëri-Kroaci. Presidentja Vjosa Osmani dhe kryetarja e Kuvendit Albulena Haxhiu në ditën e komunitetit Ashkali kanë uruar të gjithë qytetarët që i përkasin këtij komuniteti. Osmani ka thënë se ky komunitet zën një vend të veçantë në Kosovë me traditat, gjuhën e kulturën e tyre që e kanë bërë më të larmishëm vendin, ndërsa kryeparlamentarja Haxhiu e ka pritur në takim deputetin Artan Aslani dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit Ashkali. Ajo ka thënë se kuvendi do të vazhdoj përpjekjet për barazi e mundësi të barabarta për të gjithë. Kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina ka njoftuar se për shkak të turbullirave në kanalin i Bërlepens dhe punimeve që po zhvillohen në kanal, impjanti i trajtimit të ujit në Shkabaj është jashtë funksionit. Si pasojë priten reduktime në furnizim me ujë në disa zona, përfshirë Fushë Kosovën, Obiliqin dhe një pjesë të lagjës Kalabria në Prishtinë, por ndikime në furnizim pritet të ketë edhe në zonat të tjera të kryeqytetit. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njoftoi përreshjet e fundit të shiut gjatë natës, të cilat kanë ndikuar në ngritjen e niveleve në disa lumenj. Ky institut tha se niveli i ujit është rritur në pellgun e Lepencit të Moravës së Binqës dhe lumi në Rodime në Kaçanik, duke shtuar se kjo situatë mund të shkaktojë vërshime lokale. Lumenjt tjerë të vendit janë në rrjedhat e tyre normale dhe aktualisht nuk paraqesin rrezik për vërshime, thuhet në njoftim. Edhe ish ambasadori i Holandës në Kosovë, Robert Bosch, e konsideron absurde kërkesën e prokurorisë për dënim me burgim nga 45 vjet për 4 shen e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai thotë se nuk ka prova që argumentojnë pretendimet e ZPS-s për krime lufte ndaj 4-shes, duke theksuar se pret nga trupi gjykues të shpallë të pafajshëm dhe t'i liroj ata. Duke komentuar pretendimet e kryeprokurores së specializuar dhe kërkesat e mbrojtjes së të akuzuarve, ish ambasadori holandez Robert Bosch thotë se nuk është e vërtetë që ushtria çlirimtare ka qenë kriminale, në të kundërtën ajo nuk do të bashkëpunonte në NATO. 45 vite dënim me burg, bazuar në çfarë? Dua të them, më vjen shumë keq. Nuk mund ta kuptoj fare sepse siç e dini, ky proces po zgjat prej mjaft kohësh dhe ka pasur shumë dëshmitar, e shumë prej tyre kanë minuar vërtet atë që thoshte prokuroria. Ajo që nuk kuptoj te prokuroria është se ata duken sikur janë thjesht armiq të atyre 4 personave. Duket sikur janë aty vetëm për t'i dënuar me çdo kusht. Ata ende thonë se UÇK-ja ishte një organizatë kriminale, gjë që nuk është e vërtetë dhe është vërtetuar se nuk është e vërtetë. Nuk ishte organizatë kriminale, sepse unë vetëm kam qenë i përfshirë personalisht në vitin 1999 me qeverinë holandeze dhe NATO-n. Dhe natyrisht ne e dinim që po përdornim UÇK-n si trupa të NATO-s në terren. Trupi gjykues i cili udhëheqet nga gjyqtari Charles Smith, sipas diplomatit holandez, duhet të jetë neutral në vendimin ndaj të akuzuarve. The judges should be neutral. Gjykatësit nuk janë në njëjta gjë me prokurorinë, ndaj shpresoj dhe duhet të besoj se gjykatësit janë vërtet objektiv. Mendoj se nëse janë objektiv, do të hedhin poshtë të gjithë çështjen duke thënë: "Dëgjoni, është një rast shumë i dobët", dhe pastaj ose i lironi për mungesë provash të forta, ose thoni se nuk kanë të bëjnë fare me këtë. Do të habitesha dhe mendoj se gjykata do ta kompromentonte veten, dua të them gjykatësit. Natyrisht nuk duhet të ushtrojnë presion mbi ta, por unë besoj se janë njerëz të ndershëm.
Lidhur me protestën me moton drejtësi jo politik që do të zhvillohet në Prishtinë për vjetorin e 18 të shpalljes së pavarësisë. Ish ambasadori Robert Bosch thotë se kjo është e nevojshme, me që Kosova po fyet me pretendimet se ushtria çlirimtare e Kosovës është kriminale. I think the protest is of course perfect as long as they are not violent, but Protestat janë perfekte përsa kohë nuk janë të dhunshme. Nuk më pëlqejnë protestat e dhunshme si ajo që patët në Tiranë javën e kaluar, por protestat janë në rregull. Në këtë rast ka vend për protest, sepse ta quash UÇK-n organizatë kriminale është fyerje për vendin tuaj. Sepse nëse shikoni tani në Serbi, që ishte përgjegjësia kryesore për të gjithë problemin fillimisht, shumë njerëz që ishin të përfshirë janë ende aty. Mendoj se kreu i ushtrisë së tyre është një nga njerëzit që ishte i përfshirë në vrasjet në Kosovë. Kryetari i Prishtinës përparim Rama rikonfirmoi mbështetjen për marshin që do të organizohet më 17 shkurt në kërkim të drejtësisë për ish-krerët e UÇK-s, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi që po gjykohen në Hag. Rama ka bërë të ditur po ashtu se do të sigurohet që trafiku urban të jetë pa pagesë në atë ditë. Kreu i kryeqytetit përparim Rama u tha gazetarëve se mos përfshirja e buxhetit të Prishtinës në projekt ligjin për ndarjet buxhetore të Republikës është cenim i rendit kushtetues. Sipas tij, kjo është bërë pa arsyetim dhe se çështjen do të adresojnë në kushtetuese. Rama u tha gazetarëve se çdo përjashtim arbitrar i komunës së Prishtinës është shkelje flagrante e autonomisë lokale dhe ligjeve për financa publike. Sipas tij, një veprim i tillë nga qeveria është bërë pa asnjë arsyetim, ndërsa vlerësoi si cenim të drejtë për drejtë të rendit kushtetues. Me 6 shkurt të vitit 2026, Kuvendi i Kryeqytetit e ka miratu buxhetin e komunës së Prishtinës për vitin 2026. Po atë ditë buxheti është dërgu brenda afateve ligjore në Ministrinë e Administrimit Publik Lokal dhe në Ministrinë e Financave. Ky buxhet i miratuar i kryeqytetit nuk është përfshirë në projekt ligjin për ndërmarrjet buxhetore të Republikës së Kosovës, i cili tashmë ndodhet në procedurë parlamentare. Pra, nuk e ka ndërgu për ndarjet buxhetore, kërkoj falje, të Republikës së Kosovës, i cili tashmë ndodhet në procedurë parlamentare. Këtë e kam bo pa asnjë arsyetim, pa asnjë bazë ligjore, dhe kjo nuk është negligjencë administrative, kjo është cenim i drejt për drejt i rendit kushtetues. Rama bëri të ditur se nëse projekt ligji për buxhetin shtetëror miratohet pa përfshirjen e buxhetit të Prishtinës, atëherë këtë ligj do ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Ne me njëherë ju kemi drejtuar zyrtarisht edhe Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe kryetares dhe kryesisë të Kuvendit. Kemi kërku përfshirjen e menjëhershme dhe të plot të buxhetit të miratuar në komunën e Prishtinës para votimit final të ligjit për buxhetin 2026. Po ashtu, ju kemi drejtuar edhe Ministrisë së Financave me kërkesë të qartë të paraqes me shkrim bazën ligjore të kësaj mospërfshirje, të korrigjoj menjëherë këtë shkelje dhe të jap përgjigje brenda afatit ligjor. Dhe nëse ligji për buxhetin 2026 miratohet duke injoru buxhetin e miratuar të kryeqytetit, atëherë ky ligj do të dërgohet në gjykatën kushtetuese, si dhe do të kërkohet përgjegjësi nga secili autoritet i nivelit qendror. Ju akujtojmë se pas miratimit të projektligjit 2026, të enjtën në qeverinë e Kosovës, shqyrtimi i parë i projektligjit për buxhetin në vlerë rreth 4 miliard euro është parapartë të shqyrtohet të hënën në ora 10. Shitësit ilegal këtë të diel nuk kanë dalur në tregun e automjeteve pas aksionit të Inspektoratit të Komunës së Prishtinës, Policisë së Kosovës dhe Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Aksioni i cili ka për qëllim ndalimin e shitjeve të shpezve dhe largimin e tyre nga hapësirat publike. Krye inspektori i Inspektoratit në Kryeqytet Albani Meri tha se në javën e dytë të aksionit shitësit janë larguar nga kjo pjesë, të cilën më herët e përdornin për të ekspozuar mallin. Edhe këtë javë në
kuadër të planit operativ që kemi bashkë me policinë dhe Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinës, bashkë me ekipet e policisë dhe inspektorët e avukët, kemi dalë në teren dhe kemi inspektu këto hapësira, ku gjithë shtetësit ilegal të cilët e frekuentorin këtë pjesë tani më janë larguar dhe nuk kemi suspërshit asnjë shtetës këto. Ymeri tha se bashkë me ndërmarrjen pastrimi dhe ndërmarrjen publike banesore kanë arritur të pastrojnë pjesët me mbeturina. Se është vendosur një rend edhe një rregull sa i përket këtyne frekuentuesve të rregullt të automjeteve këto. Hapësira që ka qenë këtu me mbeturina përmes kompanive pastrimi ndërmarrjes publike banesore është pastru dhe janë vendosur pengesat antipark në mënyrë që t'ju pamundsohet automjeteve të parkuar ilegalisht. Kryeinspektori i Inspektoratit Alban Ymeri shtoi se kësaj radhe nuk kanë arritur të shqiptojnë asnjë gjobë, pasi siç thotë shitësit ilegal janë vedisuar. Sot nuk kemi hasë dikan që ka tentu të frekuentoj këto hapësira si më herët. Gjithë ata janë orientuar në treg, kështu që gjithçka është në rregull. Jo, asnjë gjobë deri më tani nuk kemi shënuar. Aksioni i Inspektoratit të Prishtinës në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe avukën kanë për qëllim largimin e shitësve ilegal, të cilët kanë thirrur shpez në afërsitë të tregut. Në prag të ditës së pavarësisë, Federata e Boksit e Kosovës organizoi në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë turneun tradicional ndërkombëtar Pavarësia, fitues i të cilit u shpall Bashkim Bajoku. Federata e Boksit Kosovës vazhdoi aktivitetet sipas planit të hartuar deri në detaje. 2026 nisi me zgjedhjen e më të mirëve për vitin që ran pas për të kaluar në hapin e radhës, që ishte organizimi i turneut tradicional ndërkombëtar Pavarësia. Pallati i Rinisë dhe i Sporteve në Prishtinë ishte arenë e boksierëve, vend takimi njohësve dhe dashamirëve të këtij sporti. Nikoqiri Kosova priti Shqipërinë, Bullgarinë, Gjermaninë dhe Zvicrën, të cilët pas që respektuan ngaren, nderuan edhe ditën e shënuar historike me vetësimin e shtetit ton, Kosovës. Turneu Pavarësia që organizohet tash 18 vjet, edhe këtë herë shpalosi vlerat më të mira sportive dhe organizative, duke bërë që tradita jo vetëm të vazhdohet, por edhe të avansohet vit pas viti. Sa i përket vetë aspektit sportiv, turneu u përshkrua me meqe të forta dhe interesante, të cilat i dhanë ngjyrë hieshie garës dhe bashkëmëta dhe organizimit. Juria profesionale fitues të si vjetëm të turneu Pavarësia shpalli Bashkim Bajokun e Kosovës. Çifti më luftarak Shpetim Bajoku dhe Leo Trimberisha të Kosovës. Epiteti më i miri të huaj i takoi boksierës gjermane Melike Jeter, tekniku më i mirë Leonis Pacharizi Zvicër, boksieri më fair play Latin Ivanov Bullgari. Më të mirët u shpërblyen me medalje dhe kupa. Për rrjedhën e turneu Pavarësia dhe për planet e federatës, ekskluzivisht për mediumin ton Radio Televizionin 21, foli kryetari i Federatës së Boksit Kosovës, Enver Krasniqi. Sot ishte gara e parë e vitit 2026, si që pote edhe vetë, u zhvillu ndeshje shumë interesante, këna pasë dhe musafir për shteteve tjera si zakonisht. A ka planifikuar Federata që ju e drejtoni që të Pavarësia të ketë më shumë se një ditë organizim, për shkak të interesimit? Po, edhe si vjetë ka qenë programu më ashtu, por ndodhi si ndodhi, kështu që vitet e ardhshme do të bëjmë shumë më interesante. Cilat do të jenë aktivitetet tjera të cilat ju i keni planifikuar për vitin 2026? Tash fillojmë menjëherë me Bullgari, është turniri më i madhi në Evropë, është Stranxhati, i cili fillojmë menjëherë tash këto ditë dhe kanë më shku boksierat edhe në përgatitje dhe kanë qenë edhe në fillim të vitit 2026 kanë qenë përgatitje. Kem Brazilin e kem Malin e Zi, 2 herë radhës turnire, kështu që fillojmë edhe me Lanimonin e më tutje vazhdojmë të tjera. Shikues të nderuar, për më shumë informacione klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.